Si që thash ma herët, të prem teu na vjen Donjeta Bobi. Mirëmëngjes Edi. Mirëmëngjes Donjet, mirëmëngjes të gjithëve. Qysh keni kalu këtë javë në kinema? Mirë shumë. Pa dyshim që shumë mirë ka shku kinemaja. Shka bota, qysh kaluta. Perfekt, ka pas tis ki ardh. Bashkë këm këqyra për vjen si ardh. S'më muj me afal vetit këto gabime. Qysh bëre di kështu që 2 herë je ka thua dhe nuk je ka vjen. Jo 2 herë, 200 herë më ka thonë. 200 herë. Tash mos ka me 2 veta do më ardh. Jo, tash. Surprizon edhe nëse vendos më ardh. Tash vish kur tash një Edin e keq aty në rendin e 8. Besoj që sot ki më ardh se ka me të pëlqy filmi. Po, ky film pëlqen sidomos pas pas shumë viteve ritransmetimit të këtij filmi, riprodhimit ose ku në rolin e tij kryesor ka qenë Bekim Femion, një shqiptar dikur kur është boja në parë kon Bekim Femion në rolin e këtij personazhit, të cilin kime fol ti tash. Po tash tregom ti mua që shkoi java e kalune. Java kalune. Cili film ke më i suksesshëm? Krejt filmat, po sidomos filmat për fëmijë, po kanë shumë sukses. Fëmijët shumë po kanë qef tani më ardhen kinema, mi shiku filmin, menzi po presin. Kjo është shumë pozitive që jeni të i trajnu mit për me qenë ofër publikut. Kjo është diçka fenomenale, është kontribut jashtëzakonshëm që fëmijët mi eduku me qenë shikus. Pavarësisht në teatrit, atë filmit, atë kinemas, me rëndësi është që fëmijët mu eduku me ardhë në publikisht me pa diçka një gjore. Patjetër. Është një plus i madh, shumë mirë është. Këtë javë shka pëndodhë? Këtë javë e kemi një premierë. Besoj që krejt ju e dini për cilin film do flas, filmin The Odyssey. Unë po flas veç pak në pika të shkurta për këtë film, edhe shikojmë mas një trailerin e këtij filmit. The Odyssey është një film epik me aventura, fantazi dhe dram, i bazuar në poemën legjendare të Homerit dhe i sill në ekranin në një vizion modern. Historia ndjek Odiseun, mbretin e Itakës, i cili pas përfundimit të luftës së Trojës, nis një udhtim të gjatë dhe të rrezikshëm për t'u kthyer te familja e tij. Gjatë rrugës ai përballet me krijesa mitologjike, perëndi, stuhi të fuqishme dhe sprova që testojnë zgjuarsinë, guximin dhe vendosmërinë e tij. Me skena spektakolare, efekte dhe një rrëfim emocionues, The Odyssey sjell në ekran një nga historitë më të famshme të mitologjisë greke, duke e kthyer në një aventurë madhështore për publikun modern. Wow, çfarë produksioni, super film, super aktor. Është gjëna mos me pa këto me ndjenin që ta jep kinemaja. E vërtet. Kjo është diçka. Matt Damon pra luan rolin e Odiseut, Anne Hathaway luan rolin e gruas së tij, Penelopes, Tom Holland luan djalin e tyre, Telemakun, edhe Robert Pattinson luan si Antinous, ndërsa Lupita luan Helenën e Trojës. Por ne, kjo premierë është sonte, e premte në ora 20, por ne e kemi organizuar dhe një si koktel për gjithë ata që dëshirojnë më ardhmë pa filmin, ju kisha sugjeru edhe ju kisha ftu më ardh prej orës 19, pra prej orës 7 pas dite, ta shijoni pa koktelin ton aty në kino, pastaj e shikoni edhe filmin. Nga ora 19 pra mos harroni është kokteli, ndërsa shfaqja e filmit, shfaqja e kësaj premiere është nga ora 20. Si sponsor tonë që na kanë mbështet në këtë event, e kemi ujin 3 pika, po ashtu edhe Frostin. Se regjia e kanë to mundësisht. Lena shtot dista shohim që kjo, po më intereson fito postera të personalizuar. Po, kushdo që vjen dhe dëshiron mi pa vetën aty në atë posterin e Odisejt, mundet. E kemi personin aty që vetëm na tregoni numrin edhe ju dërgojmë posterin personal. Interesant. Pra premiera e filmit ora 20, ndërkaq që nga ora 19 në kino Riehana është koktel dhe ushqim. Dhe ushqime, po. Për gjithë juve që doni më ardhmë me pa, ju ftojmë edhe normalisht mu knash krejt. Po, patjetër që po. E qesim edhe orarin javor, t'i prezantojmë edhe filmat tjerë që i kemi në rishfaqe gjatë kësaj jave. Pra duke filluar nga sot, nga ora 18, filmi Moana në rishfaqe. Në ora 20 premiera kësaj jave dhe Odyssey.
Nesër e shtunë 18 korrik në ora 13 Minions Monsters për ju fëmijë, në ora 16 filmi Moana, në ora 18 Obsession, pra prap edhe njëra gjatë kësaj jave, në ora 20 The Odyssey, vazhdojmë të dielën 19 korrekt në ora 13 prap filmi Moana, në ora 16 Minions and Monsters, në ora 18 Evil Dead Burn, edhe përmbyllim javën me filmin The Odyssey në ora 20 të dielën. Mos mungoni, ju ftoj më ardhmë mi pa të gjitha filmat, po sidomos premierën e kësaj jave. Super weekend, super fundjavë. Super punë, bravo ekipa mirë, a përshë kur të është ekipa mirë me pozitivitet, edhe zhona të bëndë mira. Po pra, unë edhe Edi qëta shkina mjabë 10 sekunda. Ma dhe. 10 sekunda. 10 sekunda. Kush dënë me telefonu mi fitu 2 bileta falas në premierën e kësaj jave. Pra, tek filmi The Odyssey. 15. Po, hajde, 14. 8. Edi, 7. 13. 6. 12. 5. 19. 3. 4. 1. 2. Dojnë njerës, dojnë me ble. Alo, Fidan, alo. Doniet, faleminderit shumë për këto update-a që për na bënë e për na informon. Një telefonat. Opa, kemi një telefonat, dojnë me na. Alo. Përshëndetje. Alo. Tomori ishte, Tomori edhe njerë, e kena edhe një mundësi, po, pa tjetër. Alo? Shapëndodh. Tomor edhe njëherë, mund është me thirë shpejt sa do njeta, këtu mi vitu 2 bileta. Alo, Tomor? Alo. Mirë Përshëndetje. Kaloj minutajji aj sekundari edhe në nëlla, thash me si jam buon. Ja, se... Për pak s'ka darë, nuk e këshyrën. Po, Zilja ketu bo diri sa na numërnim, po unë se posh. Qysh jeni, ajni mirë? Okej. Mirë falenderit. Dje rasisht e kom lexuar edhe kritike në këtij filmit edhe e pash që muzikën e ka është muzikë me temë shqiptare, një farë hyrje ka. Në vizion modern tash është. Po, edhe kështu që më tërhoqi për me thirrë dhe për bileta. Okej. Hiç pa problem, ti mund është më ardhen kinema, i ki fitu 2 bileta falas, mi pa këtë premier, nëse dënë sot, ose në shtunën ose dilën kur është në rishfaqe ky film. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit shumë për teje. Tomor, ta bëj një pyetje, ti me siguri e di sigur që e din Odisen, atë ka romi po edhe versionin e kalun? Kur kalujt Bekim Femiu? Jo, la une, po, Bekim Femiu, po, atë Bekim Femiu e po. Do më thonë, nuk e kam krejt të pastër si film, po, skenat e tim kujtojnë shumë mirë në film. Po. Paraqitja ati, më duket ka qenë edhe Irena Papas. Edhe Irena Papas ka qenë, po, edhe Irena Papas. Po, kanë qenë një, po, sa që thuhet që sa që thuhet në skenat pas filmit, do më thonë kanë komuniku në gjuhë shqipe. Interesant në arsi që kërnes për më qonë. E tashti, do më thonë e njëjta histori edhe njëherë e riprodhune prej Hollywoodit, veç tash e këshin qunel punën shumë që thojmë Gjakov. Ani Tomart, përshëndes. Shumë i lumtën që varë filmi, që varë ka shpejt filmi shumë i lumtën. Hajde miro fofshin. Po desh në shkulla në e kënej. Po pra. Tash e kemi në Gjakov. Falenderit. Falenderit Tomart, shihem Tomart, me të mira. Tong. Do njetë, përshëndes, shihemi të premten, pas mos do më ngjell edhe sekunda. Jo. Hajde miro fofshin.